إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do të fillojna inshallah me një seri të re të ligjëratave e të cilat do të flasin rreth temave të sprovave edhe të fitneve. Kjo duke pas parasysh faktin se çdo njeri prej nesh vazhdimisht është i ekspozuar ndaj sprovave, është i ekspozuar ndaj telasheve, ndaj fitneve të ndryshme. Sprovat mund të jenë në aspektin individual, ku personi individualisht sprovohet në jetën e tij me çështje të ndryshme. Sprovohet në familjen e tij, në familjet e tij, po ashtu mund të sprovohet me pasurinë e tij, me pozitë. E ajo që është më e rrezikshme, ai mund të sprovohet në fenë e tij. Mund të sprovohet në besimin e tij. E kjo është shkatërruese. Allahu subhanahu wa taala na ruaj nga kjo. Mirë, po në aspektin tjetër sprovat mundën me qenë edhe kolektive, të cilat nuk godasin vetëm një individ, mirë po ato mund të jenë çështje të cilat i godasin një popull të tërë, një shoqëri të tërë. Sikurse që janë luftrat, sikurse që janë degenerimi apo domethënë trazirat e shumta që mund ta përfshin një popull të tërë. Edhe këto janë sprova. Mirë, po ne do të flasim përgjithsisht rreth sprovave të cilat domethënë përballen me individin, nga sa ato janë më të shpeshtat. Nëse shkurtimisht ndalemi pak tek përkufizimi, edhe definicioni i fjalës fitne në arabisht, pra sprova quhet fitne, apo telashe, apo bela. Dietarët e kanë përkufizuar me disa përkufizime. Disa kanë thonë sprov apo fitne është ajo situatë në të cilën kuptohet një person për të mirë apo për të keq. Pra çfarëdo rasti, çfarëdo dobije, apo çfarëdo situate, në përmes të cilës ti e njeh atë person, kime kuptu saktësisht se kush është. A është i mirë apo i keq? Nga se sprova është ajo që i zbulon personat në të vërtetë se çfarë janë. Aty kuptohet. Disa dietarë të tjerë kanë thonë sprova është çdo çështje e cila njeriun e largon prej Allahut. Dhe kjo duhet më e kuptimshme, dhe kjo duket më specifike, edhe më e saktë inshallah. Pra dietarët sprov e kanë quajtur çdo gjë e cila mundet me largu njeriun prej Allahut. Dhe tash në bazë të definicionit i mundesh me kuptu para vetes se çfarë është sprov për ty. Mund me qenë edhe çështja më e thjeshtë, e cila të ka preokupu atë shumë të ka angazhu, sa që të ka bo me harru Allahun, sa që të ka bo me harru namazin, ose të ka bo me harru dhikrin, ose të ka bo dhe me harru me bo lutje. Atëherë kjo është kuptimin e plot të fjalës sprov, edhe të tregon se je sprovu. Natyrisht, pejgamberi alayhi salatu wassalam në shumë hadithe ne ka parajmëruar për disa sprova specifike të cilat janë domethënë të përgjithshme, të cilat janë sprova që do të shpeshtohen para kiametit.
Në hadithin e tij thot pejgamberi alayhi salatu wasalam badiru bil a'mali fitanan ka qita'in layl al mudhlim. Ka thonë shpejtoni me vepra të mira para se të vinë disa sprova, si errësira e natës. Çfarë qëllimi shpeshtonim me vepra të mira para se të vinë disa sprova të mëdha, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Por arsye se veprat e mira, ibadeti, është me sebepeve që shpëtojnë besimtarin prej sprovave. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë ato janë duke ardhur. Edhe ka thonë janë si errësira të paqarta, nuk vrehen. Është turbullir. Gjërat nuk shihen qartë në sprova. Mirë, po çfarë ka thonë? Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Ato sprova kur do të vinë, kanë ndodhur që personi në sabah qohet besimtar dhe kur e vjen akşam i bëhet besimtar. Dhe më thonë, ato sprova e kanë largu prej Allahut. Mbrana e kohët shkurt, mbrana ditës. E kjo është kuptimi i sprovës që dhe më thonë është po përhuthet me definicionin. Megjithëse që janë definicioni parë, edhe është në kuptim të sprovës, nuk ka dyshim. Sepse sprova e qartëson personin kush është. Dhe më thonë sprovat janë aq të tilla, pra ka thonë pejgamberi që do të vinë të rrezikshme, saqë njëri në sabat qohet besimtar dhe në akşam bëhet besimtar. Ose ka thonë në akşam është kur vjen akşam i natha ai është besimtar, dhe derisa kur vjen sabahi ai bëhet pa besimtar. Aq pa qartësi ka, dyshimet e shumta dhe sprovat e shumta. Por Allah subhanahu wa taala në ajetet shumta, edhe në shumë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ne kemi parajmërime edhe për disa sprova që janë të përditshme. Sikurse ajetet që Allah subhanahu wa taala ka thonë inma amwalukum wa auladukum fitne. Ka thonë pasuria edhe fëmijët tuaj janë sprov, janë fitne për ju. Allahu pasurinë edhe familjen e personit e ka quajtur fitne, sprov. Nga se me të dyja njeri mundet mos provu. Por dikon pasuria mundet me qenë shkaktar që e qëtë prej fesë. Dhe natyrisht, por dikon mundet me qenë familja ti shkaktar që e ka qitë prej fesë. E ka largu prej besimit. Po pastaj hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam që shumë të në këtë aspekt. Dhe ajo që do të flasim sot është një prej këtyre sprovave, e cila besoj se është aktuale, edhe shohim se me të vërtet është aktuale, edhe po e përjetojna. Ajo është, dhe me thonë, sprova kur të keqës i thuhet e mirë dhe të mirës i thuhet e keqe. Apo si që thonë ndryshimi i peshorës. Dhe me thonë, ndryshojnë peshoret. Dhe këtë sprov, Allahu subhanahu wa taala na ka përmendur shpesh në Koran. Por më tepër është sprova e parë me të cilën është përballuar Ademi alayhi salam. Sepse çet sprov iblisi e ka përdorur, edhe shejtani e përdor vazhdimisht. Kur Allahu subhanahu wa taala në xhenet e ka vendosur Ademin alayhi salam edhe Havën, fala taqraba hadhihi ash-shajara. Allah i ka thonë mos ju afroni kësaj pemë. E kanë ndalu. Iblisi ka shku, i ka bërë vezvese, edhe ka mashtru. Edhe i ka thonë, ala adulluku ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ka thonë, ka me të regu për një pemë, e cila është pema e përjetësisë. Nëse kime hongër prej saj, kime jetu për jetë. Edhe ku me të regu për një pushtet, për një pasuri, e cila nuk hargjohet kur. Shqo, Allahu subhanahu wa taala ka thonë, wala taqraba hadhihi ash-shajara. Ju dy mos ju afroni, pra Ademi dhe Hava, mos ju afroni kësaj pemë. Allahu ja ka bëu haram, mos ju afroni. E këtij harami, Iblisi ka thonë, është pema e përjetshme. Çuçi ka hieshu.
Dhe më thonë, haramin e Allahut ja ka paraqit të mirë. E që kjo është sprova, dhe më thonë, që do të flasim. Edhe kjo është e rrezikshme, sepse nëse personi nuk është i përgatitur sa duhet me dituri dhe me besim të sakt, atëherë është rrezik që i besu. Kur një të keqe dikush i thotë e mirë, njeri mund të më mashtru dhe mi besu. Dhe bile realisht kjo sprov është prej sprovave kryesore e cila shkaktar për të deviju njerëzit. Dhe me thonë mas shumë të gjamon me deviju njerëzit në përmjet kësaj sprove. Allahu subhanahu wa ta'ala në të regon se kjo është cilësi edhe e munafikve, por vetë që është cilësi e iblisit. është cilësi e munafikve edhe në këtë ajet Allahu subhanahu wa ta'ala al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd. Ata munafikët dhe munafiket janë me njëri tjetrën, bashkë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ata urdhërojnë për punë të këqija, ndalojnë për punëve të mira. Shif, ku është e keqe, ata ju thonë njerëzve punoni këto. Ndërsa çdo vepër të mirë ju thonë largoni prej saj, sa ajo nuk bën. Largoni se ajo është pranë me turi. Se ajo është kështu, ajo është kështu, ajo është kështu. Dhe njerëzit janë duke u mashtruar me këtë. Me që parull në ditën e sotit kjo po praktikohet. Nëpërmjet kësaj fitne po unon njerëzit me largu prej besimit. Pse? Duke çuajtur besimin me terma më të shëmtuara. Duke emërtuar Islamin me terma më të shëmtuara. Duke sulmu fejnë e Allahut, edhe duke paraqit se diçka që është e shëmtume. Edhe këtë që e kanë ata janë të mira. Edhe kjo është fitne. Mirë po, kjo dhe sprove, kur në personja ndryshon, të mira të qunë të këqia dhe të këqia të qunë të mira, mundet me qenë dhe marë rrezikshme nësë është në çështjen e besimit. Edhe për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an në ka përmend ajete. Edhe thot, alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. Allahu thot, a nuk i ke pa ata të mëhershëm që i kanë dhënë shpallje dhe libra, ata popujt e mëhershëm që i kanë dërguar pejgamber, dhe nuk kanë qëndruar në atë rrugë të pejgamberëve, thotë Allahu, a nuk i ke pa se ata ju besojnë idhujve, edhe i besojnë shejtanit, edhe thojnë se këta mushrikt, këta idhujtarët, e kanë në rrugën më të drejtë se besimtarët. Allahu thotë, ata popujt që në më herët ju kemi zbrit libra, edhe ju kemi dërguar pejgamber, thojnë idhujtarët janë më të udhëzuar se besimtarët. Idhujtarët e kanë besimin më të mirë se sa besimtarët. Çështu kanë thonë munafiqët. E subhanallah, a nuk është edhe kjo sot? A nuk është sot që një besimtari praktikues i Islamit i fesë Allahut etiketohet si devijuar, etiketohet me etiketimet më të shëmtuara? Krejt kjo është e planifikuar, kjo është janë fitne edhe sprov, në mënyrë që mi pengun njerëzit mos me shku nga rruga e Allahut. Edhe kanë pasë se është një sprov mjaft e suksesshme për ta. Po pastaj në aspektin e kësaj sprove në aspektin e besimit. Allahu prap na përmend edhe një ajet tjetër lidhur me faraonin. Wa qala fir'aun dharuni aqtul Musa wa liyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum. Faraoni ka thonë, më lejoni që ta vras Musën, edhe pse unë do ta vras ato, ai le të thirrë Zotin e vet le të ndihmoj. Pra faraoni ka pretenduar se mund me vrar Musën, edhe është ka bëhe gare. Edhe ka thonë unë do ta vras, edhe ai le ta thirrë Zotin e vet le të ndihmoj. Edhe ka thonë unë kam frikë, faraoni ka thonë kam frikë se mos juve po e ndryshon fein Musa. Pra pasues të faraonit ka qenë idhujtar. Ata e kanë besu faraonit si me qenë Zot.
edhe është friksu se mos populli i tij po largohen prej tij dhe po pranojnë besimin, e ka përdor këtë tematik, e ka përdor këtë sprov, edhe ka thonë populli vetëm e kam ra Musën, sepse kam frikë se mos ai po ndryshon fen juve. Musa, dërguari i Allahut, ka thonë po tu na po ndryshon fen juve. Në mënyrë që populli vetë mi besu atij. A nuk është kjo sot? Po pastaj edhe në aspektin e degenerimit, edhe në aspektin e moraleve, edhe këtu kemi këtë sprovë, sepse në çdo çështje të cila sot është degeneruese, çdo çështje e devijuar sot quhet vlerë, quhet që është e kohës, quhet që është moderne, quhet që është e pranuar, ndërsa krejt ajo që është e moralshme konsiderohet e prapambetur, e kohës shkuar, që nuk do t'i kushtohet vëmendje. Është rasti me Lutin alayhis salam. Kur dihet populli i tij se çfarë sprove kanë pas. Pra populli i Lutit ka qenë një popull i shëmtuar, të cilët domethënë kontaktet meshkujt, kontaktet intime kanë pas me meshkuj. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ka shkatru për shkak të atij veprimi. Edhe Allahu subhanahu wa taala thotë fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kur Luti u ka thonë kujdesni, largoni prej kësaj vepre. I ka thirrën për numrin e Allahut, i ka thirrën në moral, i ka thirrën në besim. Edhe ata ka thonë janë mbledhur paria e popullit vet. Edhe ka thonë krejt Lutin edhe familjen e tij, ka thonë hiqni prej këtujt sepse ata po dojnë me qenë të pastërt. Pra i tallë, ju ka thonë ju jeni të pastërt. Edhe njerëz të pastër s'kan që me lyp këto. Edhe i kanë largu. I kanë janë përpjeq që të bojnë, dhe më thonë Lutin alayhis salam edhe besimtarët e drejtë, sepse ata e ndalu prej të keqes. Mirë po, ata ka thonë, ja, ju një të pastërt në thojza, dhe me këpë janë talë me ta. Edhe këshif këtu në degenerimin, që është jenë mundu ata dhe me thonë qka, me hjeshu. Edhe ata që ka qenë e moralshme, me konsideru diçka të papranueshme, heqin për këtujt. Mirë po, është një ajet lidhur me këtë, Allahu subhanahu wa taala tregon se çfarë ka thonë Luti alayhis salam kur është përballë me atë sprovë të popullit të vet, edhe ka thonë Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. E ka lutur Allahun, ka thonë Allah më ruaj mu edhe familjen time prej asaj që vepron populli im. Njeri du të me lutë Allahun në kohë të sprovave se nuk i dihet. Me qëtë se ka qenë pejgamberi Allahut, e ka pasur rrugën e qartë, e ka mësuar familjen e tij, por kjo vepër e shëmtuar, kur është përhap shumë të popullit të tij, ai është friksu edhe për familjen e vet. Edhe ka thonë Rabbi najjini wa ahli min qawmi mimma ya'malun. O Zot, ruaj mua dhe familjen time prej asaj vepre. Ne sot po e shohim se kjo vepër po promovohet zyrtarisht. Po e shohim se ka thirrje për to. Ka thirrje për ta mbrojtur atë, për të pranuar ata njerëz, për të trajtuar njëjtë sikur të tjerët, edhe nuk guxon me fol për ta, edhe nuk guxon me kthyer ata. Dhe po e shohim se është sprov. Mirë po besimtari duhet me thonë që ka thonë Luti, o Zot, ruaj mua dhe familjen time prej asaj vepre. Se nuk i dihet Allahu na ruaj njëri mund të mos provu me ta në familje. Prandaj mësim fjala e Lutit alayhis salam, pejgamberi Allahut ka thonë o Zot, ruaj mua dhe familjen prej asaj vepre. Prandaj kjo është mësim në vete. E kemi pastaj hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam ka thonë se yati ala an-nasi sanawatun khadda'at. Ka me ardhur disa kohë kur ka me pas mashtrime edhe tradhti të shumta, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. Do të thonë njerëzit
Në qatë kohë, njerëzit kanë me qenë tradhtar shumë, kanë me tradhtu shumë. Tradhtia ka me qenë e përhapur në njerëzit e asaj kohe. Thot, në atë mas, sa që njeri që është i sinqert, i thojnë në rren, i thojnë gënjeshtar. Kurse ai që është gënjeshtar në rrenc, i thojnë i sinqert. A nuk është kjo që po përjetojmë? Konkretisht, kemi për shembull fushatat edhore, kandidatë të ndryshëm ndalin në fushat, edhe flasin. Këtë popull e din që ata parrejnë. Sepse sa kanë ardhur në pushtet, këtë që ato që ka thonë nuk i kanë realizu. Mirë po, a ka për njerëzve militant, a ka që thonë, është i sinqert. Duhet vjen në votën ati. Dërsa premtimet që ka thonë, këtë e din që ato e në rena. Po që ka i besohet. Pra ka thonë pejgamberi asam në atë kohë, ata që janë sinqert, ju thuhet gënjeshtar, mashtrues. Kurse atyre që janë mashtrues, ju thuhet të sinqert edhe ju besojnë. Dhe më thonë, pejgamberi thëtë, atyre që janë sinqert nuk ju besojnë, ndërsa mashtruesve ju besojnë. Edhe dhe të ju të menu fiha al-khain. Ai që është mashtrues, thot, i besojnë, edhe ja besojnë punë për gjithësit. Ja lojnë për gjithësi. Ndërsa, ai që është i besueshëm, nuk i besojnë, edhe nuk ja lojnë për gjithësit. Edhe thot, janë të kufinë rruvajbida. Në qëtë kohë, kur ka mashtrimet shumë, ta thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kanë me fillu me fol, edhe ata njerëz të cilët janë të pa vlerë, nuk kanë kohë farë vlerë hiç. Edhe ata kanë me fol, thot pejgamberi alayhi salam. Madje thot, kanë me fol për çështje të mëdha, për çështje që përfshin për këtë popullin, për këtë miletin, për këtë umetin. Ata nuk flasin për çështje të vogla, private, mirë po thot pejgamberi alayhi salam, në çat kohë njerëzit më të pa vlerë kanë me fol për punë mëdha. Dhe cilët janë njerëzit e pa vlerë, dietarët kanë thonë, ata të cilët nuk kanë as dituri, as nuk kanë mençuri, as nuk kanë kurfar pozite, as nuk kanë kurfar bagazhi. Mirë po vjen puna që aty në këtë kohë që me trajtu punët e umetit, me trajtu domethënë punët e mëdha të popullit. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk vjen kiameti pa pas disa persona të cilët janë vetë janë të pavlerë, edhe për indrit e vetë, pararësit e vetë i kanë pas njerëz të pavlerë, e ka marrë një kohë, nuk vjen kiameti parë që ta njerëz, edhe këta kanë me kohë njerëzit më të pasën, edhe që kanë mu knasë me pasoninë e tyne. Vetë nuk janë kërkushi, as familjen se kanë pas kërkushi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ta kanë me pas pozit, edhe kanë me pas pasuri. Ndërsa nuk janë kërkushi apo. Dhe sot është kjo domethënë prezente. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vijë një kohë kur njerëzit nuk kanë me kushtu rëndësi, nuk kanë me çak kokën se në çfarë forme e ka fitu pasurinë. A me halal, a me haram. Sepse peshojat janë ngatru, janë ndryshu, janë rrotullu gjanat. Dhe për ta s'ka halal, s'ka haram, këtë halal është. As që konsiderohet, as që vjen pyetje me pyet këta njerëz, a është haram, as është haram. Dhe me thonë, pse këtë është e mirë për ta, këtë është biznes. Madje për më tepër, ata konsiderojnë shkathësi, aftësi biznisit, mashtrimin. Aftësi bjetesës, edhe aftësi të fitimit, atë sa mund dhe mi mashtron njerëzit, atë që ai e konsideron shkathësi edhe aftësi. Dërsa në aspektin tjetër, ata të cilët janë sinqert, ata të cilët kujdesen që të fitojnë me halal, ju thojnë nuk din. Këta nuk janë për biznes, këta nuk janë për tregti, tregtia nuk o kështu. Nuk mundesh me fitu ashtu, ma mirë është me lonë krejt. Edhe kjo është një sprovë për një sprovëve, sepse kjo sprovë e ka mbyt aspektin e tregtisë, e ka bo që në mbjetoj harami.
Sepse këtë çështjeve të këqija i thonë të mira. Edhe këtë të mira i thonë të këqija, thonë nuk e ecë biznesi kështu. Ka plot të atill, të cilët thonë nëse nuk merr kamat, nuk mundesh me vazhdu në biznes. Pa kamat nuk mundesh me hinë biznes, nuk mundesh me vazhdu biznesin. Subhanallah. Kja i bjen, dhe me thonë nëse nuk bën harame, nuk mundesh me ecë në biznes. Absolutisht është e pasakt. Kjo është vetëm një sprov, kjo është vetëm një hile për hileve të shejtanit, sepse njohim, elhamdulillah, ka biznise të shumta, të muslimanëve të sinqert, të cilët janë rritë në bizniset e tyre, janë shumë të suksesshëm në bizniset e tyre, edhe asnjëherë nuk kanë marrë kamat. Asnjëherë nuk kanë marrë kredi me kamat, por të financuar në bizniset e tyre, asnjëherë. Edhe sot, alhamdulillah, janë shumë mirë. Edhe sot janë bizneset e tyre, edhe për ta domethënë nuk ka pas problem. Mirë, po ja që shejtani është ai një prej që i përdor këto metoda që mi shty njerëzit çka të keqes mi thonë mirë, e të mirës mi thonë keqe. Kjo është një sprov që pra duhet vllazni me pas kujdes shumë, me qenë me një preht, mos me ranë ta. Sepse din kjo sprov mja masku çështjen e njerit, madje edhe në çështjet e besimit, Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.